Çka është muaji Ramazan? Ja, të lexojmë së bashku surën Bekare, ajeti 185. Muaji Ramazan është ai muaj në të cilin filloi të shpallet Kurani. Udhëzim për njerëzit dhe argument i qartë i rrugës së drejtë dhe dallimit të mirës nga e keqja. Muaji Ramazan është muaj i veçantë, i bekuar, muaji i mëshirës, muaji ku Zoti thot: Ramazani është muaji im dhe për këtë unë do të shpërblej. Zoti në muajin Ramazan është një koqiri ynë. Ne në shtëpinë tonë jemi mysafirët e Zotit, sepse Zoti thot: unë jam një koqir, pronari kësaj shtëpie. Dhe kur mysafirët e mirë në vinë në Ramazan, edhe gjatë ditëve tjera, tradita islame është t'ja dhurosh një dhuratë. Prandaj, pritni dhuratat nga Zoti, kur t'i presin? Në ditën e Bajramit, kur do të vullosen agjërimet tona, e pranuar, jo e pranuar, e pranuar, e pa pranuar. Prandaj të dashur miq, punoni sa më shumë që mundeni, sepse një koqir e kemi Zotin në shtëpitë tona. Sepse Ramazani është muaj i qartë, argument i qartë i rrugës së drejtë dhe i dallimit të mirës nga e keqja. Muaji i ndryshimeve. Mos e kaloni këtë muaj njësoj si muaj tjerë, por vendosni, në muajin Ramazan dua të bëj në ndryshim në jetën time. Filloni ta lexoni Kuranin 30 ditë nga 10 faqe, fletë bëjnë gjithsej Kurani i plot, pra 300 fletë, 600 faqe. Mrenda dite lexoni 10 fletë të Kuranit në gjuhën shqipe. Ky është hapi i parë për të bërë mysafiri më i dashur i Zotit. Shpresojmë të ju hyjë në punë këto këshillat e mia dhe të përcjellura. Unë jam vetëm shërptore e fjalës së Zotit.